processuale. Kush janë ekspertët që Përshëndetje me stratejisë, mirë se takohemi në emisionin tonë të radhës, që zakonisht është çdo ditë punë nga hëna të pranë nga ora 17, duke trajtuar e diskutuar e biseduar tema të ndryshme sociale, politike, ekonomike, fetare e kështu me radhë. Së fundmi jemi dëshmitar, në fakt ky problem nuk është tashmë, është që sa kohë, por së fundmi me vdekjen e një hoxhe në Dragash. Komentues të shumt janë gëzuar vdekjes së tij, duke përveç që janë gëzuar vdekjes së tij për shkak të pozitës që ka pas si imam dhe pashtu edhe të pas parasysh që i takon nacionalitetit bosnjak. Aty është bërë thirrje edhe për vrasjen apo dëbimin e muslimanëve të tjerë, hoxhallarëve të tjerë. Këto komente i shohim edhe në fushata zgjedhore, po i shohim edhe kur ka edhe në politikë, edhe në ekonomi, edhe në muzikë. Pra çdo kush që promovohet përmes mediave sociale, ai duhet gëzhdohet me komente të ndryshme. Këto komente sigurisht po bëjnë dhe po tregojnë qartësinë se si shoqëri ende jemi larg nga të çfarë thrasim për një stabilitet të shoqërisë, për një tolerancë fetare e kështu me radhë. Kryesisht nga komentet e shumta, së fundmi sidomos me rastin e të ndjerit tashmë të hoxhës nga Dragashi, është bërë pak më e madhe dhe këtë pa reagime të shumta sepse është e tmerrshme, zakonisht shumë armiq vdesin kur ata ndrojnë jetë. E pastaj mos flasni për persona që nuk na kanë bërë asgjë, por kur ndron ai jetë pastaj për ta sharë edhe për së vdekurin. Për këtë tim të flasmi bashkë me Milaim Sulejmanin, veteran dhe njëkohësisht aktivist pak a shumë politik së fundmi. Mirë se në emision. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. I lutem shënon vazhdon ato veterani UÇK-s. Veterani UÇK-s. Atëherë si veterani UÇK-s, si po i shihni këto komente? Po filloj me të fundit me rastin e hoxhës në Dragash, po siç e thash në hyrje, do thotë ky problem i komenteve, fyrjeve është qysh ka herë. Si po ndini ju si veteran UÇK-s, më shoh një hoxh, më shoh madje edhe juve, më shoh edhe veteranët, me një fjalor që nuk ka qenë i njohur për ne si musliman, si shqiptar, si qytetar të këtij vendi. Në spore i shpreh ngushëllime familjes së hoxhës dhe Bashkisë Islame të Kosovës dhe të gjithë hoxhallarëve dhe të gjithë muslimanëve. Me të vërtetë është vështirë me gjithë fjalë, vështirë me interpretu, vështirë arsye që gjinën atyre që mirën me këto ofendime sharrit, të cilat vitet fundit kanë eskaluar skajshmërisht. Ne si popull, si shqiptar, si musliman, nuk e kemi pas tradit sharjen. Sharjet, familjet kanë qenë të shejta, familjet nuk janë shah. Unë kam përvojën me shërbimin ushtarak Jugosllav dhe më kujtohet të gjithë gjeneratat e vjetra e dinë se dhe janë ballafaqu kanë pas kontakte me ushtarë të viseve tjera dhe të popujve tjerë të Jugosllavisë, sidomos serbët kur i kanë përcjell djemtë e tyre ushtar, kanë porosit shqiptarin mos e shaj. Kanë kallëzuar ata, jam taku me serbë gjatë shërbimit ushtarak dhe familjet e tyre në farë mënyrë amanet porosi kanë pas shqiptarit nonën mos ja shaj. Pse? Se i kanë ditë pasojat, i kanë ditë konsekuencat. Tjetra, mbase po sharjet e tilla trona janë pjesë të kulturës serbe, më vjen keq ta them, po kjo është realiteti dhe te ne me gjithë respektin për muhaxherët, unë doj që muhaxherët kanë meqë vllazni e shokë të tjera, në farë mënyrë mendoj se avash kadal prej muhaxherëve ka te ne ofendimet së paku për një kohë më të kaluar që ne bëjmë mend, ndërsa sharjet në farë mënyrë janë bërë normë në rrjetet sociale, në komunikime të tjera. Së pari rrjetet sociale ne do t'i kuptojmë si udhë, do ta kuptojmë privatësinë, do ta kuptojmë atë murin rrethojës avlinë e oborrit. Ti komentosh ta shohësh dikan profilin e tij në rrjetet sociale, i bie në farë mënyre të ngritet dikush mbi murin, mbi rrethojën e oborrit dhe ti ndërhyn në oborrin e tij, në shtëpinë e tij, në kopshtin e tij, çka bën, si bën, tek bën. Domethënë, parimisht nuk ka të drejtë morale askush në profilin e askujt komentoj të shojt ofendoj. Kërcënimet,
Kërcënimet janë diçka tjetër, me cilat do dohej organet e rendit të mirën. Është një kod penal që ka parasysh. Po, unë nuk di raste, ose për rastin që po mbien ndërmend, është kërcënimi i Priftit, para disa vite i cili u bën në Amerikë, kërcënim jashtëzakonisht i rënd, për te çdo kufiri të harmonisë fetare të kultivuar ndër shekujt e ne, mbase edhe një vlerë, një lekcion për botën. Ne si popull shqiptar kemi tri komunitete fetare të cilat reciprokisht kanë pas harmoni. Historikisht kanë pas harmoni. Mund të jetë edhe kjo një vlerë se popullit tonë sulmuan vlerat. Si vlerë sublime, vazhdimisht o sulmu ushtria shqiptare e Kosovës, vlerat e ushtrisë shqiptare e Kosovës, mas ti përmeni komandantët më eminent, familjet më emblematike të ushtrisë shqiptare të Kosovës, për një teke të dikoj, për një diçka që ka si shkon për qefi, diçka që ka si pëlqen. Mirë, neve shumë qka s'na pëlqen. Nerë në rrugë si dalmi shumë mua nuk më pëlqen. Popujve normal nuk ju pëlqen çoroditja me zdeshin që bëhet. Për marrë një shembull shpejt kjo çoroditje. Unë kam pas një koleg timin i cili ishte në udhëtim për qef turistik në Poloni. Tha, as kum po buzë të fryra, as kum po cullakone, as kum po me dizga, as kum po me vathën hun, as kum po me mineq rrugës. Ishtë fascionu me kulturën e popullit polak. Ta shte ne, dikojna nuk i pëlqen një dasë me stilit vetë që e banë, dikojna nuk i pëlqen fizionomia ose orientimi politik, dhe ai i vërsulën, po vjen kes mund të ditë për cilë komandant e kam fjallën, po ata gëzojnë respektin popull dhe ata e në vetë historia. Është e kuptueshme për armiqve tanë, mosdurimin ndaj nesh, ndaj uçikës, dhe ndaj hoxhallavëve pashtu. Po është e pakuptueshme prej popullit tonë të dalin njerëz me profile të sakta. Unë i pash do profile reale që kishin nuk ju shkrujta se s'jam cenu drejt për drejt, për ndryshe në rastet kur personalisht unë jam ofenduar në për rrjetet sociale, ju kom shkru privat njerëzve, kom dash të ballafaqum, nuk kam pranuar. Po, unë kam shok të me të luftës, të cilët njerëzve ju kanë shku të dera, ju kanë shku në familje, ju kanë shku çka ta kom zonë ty rrugën, çka unë ty të kom bon, çka unë ty të kam vjedh. Dhe normalisht janë tërhik. I di me dhe rastet në për gjykata, kur për ulen në mënyrën më të ulët, i bin pishman për ulen para gjykatës për ofendimet edhe kërcënimet që i bajnë. Te rasti kërcënimeve, unë nuk di prokuroria që morë me kërcënimet e Priftit, mbase unë e shoh atë edhe një piknisje e mosdorimit fetar në Kosovë. Do dohej qytetarët, secili prej nesh, në këto vlerat jemi shumë të kujdesshëm. Prokuroria do dohej me bë punën e vet, mbase edhe sa nuk është bë vonë, sepse nëse organet kompetente të përgjegjëse për zbatimin e ligjit nuk e kryjnë punën e vet, atëherë është e pritshme se qytetarët e bajnë në mënyrën e vet. Pse ka shumë urrëtie në këtë rast, pse duhet me ju gëzu vdekjes së një hoxhe? Që pra nuk ka të bëjmë me detyrën e imamit, ka të bëjmë për çështje pra private, se mund të themi, ose personale. Pse duhet me ju gëzu aq shumë vdekjes së një hoxhe që s'ka bë hoxha? Vetë pse ka ndoshta ne lutemi Zoti më shëroft hoxhën, edhe njerë ngushëllime familjes dhe gjithë dashamirëve ti, nuk ka justifikim për pos mosdorim fetar. Edhe mosdorimi fetar i ka kufit e vetë. Rastet e vdekjeve, edhe në rastet ma të rona, edhe luftrat kër janë bon, bëhen pezullimi luftës, bëhet armbushimi, mungoj ke shpreje, bëhet armbushimi caktum, ndoshta edhe me orë, që tërhiken kufuma, tërhiken të plaguzerit. Luft ka respekt për vdekurin. Njeriu për njeriu, dhe të gjitha gjallësat kanë respekt për vdekurin. Gjallësa, kofsha, shpez, kanë respektin e vetë për të vdekurin. Dhe të dolin njerëz, pa ta janë njerëz më të poshtë të shoqërisë tonë. Do dohej organet të mirën me ta, sa
nuk ka eskalu. Unë i droj. Situata mendon që mund me eskalu, mund me... Unë mendoj se mund të eskaloj. Unë kam shok, kam bashkëluftar të cilët nuk durojnë. As vetë nuk duroj. Të më cenoj dikush me profil të sakt. Unë ja gjej adresën e lypi. Nuk kanë ma punë organet derisa ose kryjnë punën e vetë. Çka ja ku mëson dikujt na udhën on, si ushtar, ose si njëri praktiku si fe, çka ja ku mëson udhën? Mos ma zë udhën kërkush, as juve me siguri se jo, secili e ka drejtimin e vet, bindjet fetare janë të lira, në fe nuk ka imponim, edhe normat ndërkombëtare, edhe drejta ndërkombëtare e njeh të drejtën e besimit dhe të praktikimit të fesë. Çka ka këto? Ju lutem, të gjitha, kjo është një e keqe e madhe që po ndodh në shoqërinë tonë. Dhe të gjitha të këqija të mëdha që ndodhin te ne, jam i prirur që burimin të gjej të armiqtë tanë. Sharjet, ofendimet, fyrjet, unë mendoj përmes fillimisht janë bën prej profileve false. Domethënë, kush do që don me verifiku një profil, sepse ju të gjithë janë të guximshëm të shohin me emrin dhe mbiemrin. Mirë, aktualisht mirë. Unë po e du me gjithë zanafillën. Zanafilla e këtyre sharjeve nuk është me emër, me mbiemër. Tash të fatkeqësisht kanë eskalu njerëz, gjësh mund t'jenë, me familje mund t'jenë. Sot është njëjtë, sikur përpara nëse kisha nud ose në salon prezencë të familjes, të fëmijët, të nipit, të rejes, të gruas, të konatës, gjyshit, të mosafirit, edhe më rënd është sharja ofendimin në profile sociale, në rrjete sociale. Aty të ka po familja tash të shebota. Qysh nuk vije marrë njerëzve të pjekur të shojnë me gjuhën më të vlestë. Une doshta të lypi zanafillën, une mendoj se zanafilla është përmes shërbimeve të cilat ne veprimtarinë e tyne është e sofistikume, jashtëzakonisht është vështirë për me prek. A ka islamofobi të theksuar në Kosovë? Po këtë në shenjat një islamofobie të tillë kur lypët se s'po shohë vetë Allah, po shohën edhe kategori tjera po mënej. Unë nuk di, unë gjykoj çdo sharje të baza të bindjes fetare ose bindjeve tjera racore eventualisht të ne, se ka pas faktikisht fatkeqësisht shoqërinë tonë kem pas edhe elemente raciste në raste të caktuara, po duhet përsërit për mi vënë mos mi vënë pa, mos mi dhon hapësirë, mos mi bën der, as që vlen të përmenden. Desha të ndalem prapë te profilet e rrajshme në rrjete sociale, ato profilet të cilat nuk kanë historik dhe nuk kanë shumë meq në Facebook, janë me 4-5 franca, si themi, aja është element i por që është profili rrajshëm, ose është i sapo bërë, i sapo krijuar para pak dite i krijuar. Dhe rëndom, ata janë që shohin, që ofendojnë. Por nëse kthehemi aspektit politik të cilët e përmendet më herët, ju e dini një ish zyrtare e lartë e një partie politike, e cila doli në emisione publike dhe tha se në një parti të caktuar ka qenë zyrja ose edhe është, janë pagu njerëz të rrinë pranë kompjuterit dhe të komentojnë, të shohin, të ofendojnë. Prokuria ka fjetë, kjo është e patolerueshme. Do t'jetë është përgjegjësi e organeve të rendit të mirën, ose ajo t'je përgjegjësi nëse është shpifje, ose prokuria të mirët me ato zyre. Baza, origjina e këtyne ofendimeve vije prej atyre zyreve. Më kujtohet më herët mediat, portalet i kanë pas të hapura komentet. Dhe ato komente janë ofendu njerëz, tash nuk është vetë çështja këto ofendime, po kanë edhe kërcënime, sharje, kanë një ndikim të madh të ne, si në shoqëri, si në sjellje reciproke, si në marrëdhënie ndërnjerëzore, po ashtu edhe në raporte politike. Unë personalisht në çdo rast kur mendoj se kam një opinion dhe mund të jap një shërbim përmes atë opinioni për dukuri të caktuara ose rrethona politike ose pozicione politike ose parti politike, unë nuk hezitoj ta shpreh mendimin tim, gjithnjë duke u bazuar ato prova që i gjej. Zoti na rrit për shpifje, kur se lejoj vetëm me shpif, as me rajt.
Edhe thashti me lejo ta përfundoj. Unë pas disa shkrimeve që nuk kanë posë nuk i kanë shku dikujna që ka pëlqyer njerëzve me mendime të ndryshme politike, unë jam vërshu me komente, me shore, me ofendime gjithë fare. Normalisht i kom bloku ato dhe privat jam marrë me tha. Por deri so mirë, aq sa kom mund, ose veç i kom bloku. Deri so e kom kufizu komentet për veç e kom lënë për veç me që mund me komentu në shkrimet saktume. Pse pe përmeni këto? Pe përmeni këtë çështje për faktin se këto është arsyeja që njerëz intelektualët e këtij vendi, të cilët i kanë bërgj popullit vendit të mirën, dalin s'kim, dalin pa, të japin opinionet, qëndrimet të tyre për dokurit e përgjithshme. Në gishta dorës numërohen ata intelektualët të cilët ballafaqohen, dalin media dhe shprehin mendimin e tyre pavarësisht rrethonave, situatës në të cilën gjenden. Domethënë, kjo është arsyeja që njerëzit intelektual nuk mirën, janë kufizuar në punët e përditshme tyre dhe kjo është ndoshta suksesi i armëzve që elitën intelektuale ta pasivizojnë përmes këtyre shorjeve. Nuk janë të rastësishme dhe këto shorje bëhen në mënyrë që intelektualët mos të kenë vend, s'kenë dhe në farë mënyrë kanë arritur qëllimin. Përfundimisht të kjo pjesë, intelektualët, ata që kanë zë, kanë mendje, kanë mendim politik, do dohet të ballafaqohen me realitetin, do dohet të injorojnë ofendimet dhe ta në farë mënyrë ta japin mendimin të kontribuojnë në përmirësimin e kësaj situate dhe ta shprehin mendimin e tyre profesional, intelektual, politik, për faktin se elitat i udhëheqin shoqëritë, elita intelektuale të ne është pasivizuar për shkak të këtyre ofendimeve që ndodhin. Mendimi im është kështu. Institucionet përkatëse pse po heshin ose pse nuk po marrin masa që me minimizu të paktën këto ofendime, këto thirrje për përçarje, për vrasje kështu me radhë. Meqense se the aty që pra mund të eskalojë situata. Pra dikujt i duket shumë e thjeshtë, është koment Facebook, fshinjet kaq mirë, po siç the ti ka edhe shumë të tjerë që po dërgojnë që pastaj po vazhdon debatin në privat. E që kjo pastaj mund të lindë dhe tek probleme vrasje të tjera që edhe mund ndodh. Mendimi im është se institucionet ose janë të kopura, ashtu që është pretenduar më herët, ose janë të shantazhuara, e njëjta është, ose nuk ka arsye të shëndetshme, të logjikshme heshtja pasiviteti i tyre. Domethënë derisa për skandale kur e kanë bërë muslimanët, po o kanë dashur mirët me ta rastet caktune, padyshim se po. Unë mendoj që nuk vlen vlerësimi dhe angazhimi i njëjtë i institucioneve të rendit kur viktim janë pjesëtarë të besimit islam. Unë nuk di që është marrë dikush këtyre akterëve që ka dalin skenë, përpos avokatët vullnet mirë që janë disa prej tyne, të cilët mirën me pi vullnetit vetë. Derisa organet e rendit nuk mirën me këto raste, do dohej Bashkia Islame të angazhoj avokat kredibil ose ekip të avokatëve për faktin përveç anës morale ja kanë bërgj xhamatit sepse paguajnë antarësi. Duke qenë pjesëtar të besimit islam, duke qenë pagues të antarësisë, rrjedhimisht Bashkia Islame ka obligim moral dhe ligjor që në këto raste të del me qëndrime, përveç që del me qëndrime, të angazhoj avokat që të mirën me këto çështje dhe të kërkojnë dëmshpërblime jo materiale të vlerave të mëdha. Apo ndihemi të rrezikuar ose të kërcënuar ne si komunitet musliman? Nuk ish na thonë të rrezikuar se s'kan mund më nejs. Pra, nëse ai ose ajo shpreh më lehtë përmes komenteve, çka nëse ka për shtet? Me le, si komunitet nuk mendoj që jemi të rrezikuar se s'mund të na rrezikojnë. Mund bëhen probleme largësojna të mëdha, po jo ne për faktin se ne jemi shumicë. Nuk ne jemi të rrezikuar në atë kuptim. Ne kemi qenë për servis të rrezikuar. Po mund të ketë ekscese të izoluara, ndoshta ajo kërkohet, por si individ mund të ketë raste, nuk përjashtohet, po jo si komunitet për faktin se nuk mund të na frikojnë. Thjesht.
Atëherë me qenë se jemi ka fundi, do të ndjekim pastaj një video të ekspertit të sigurisë Fatmir Çollaku se çka parashë ligji dhe kodi penal i Republikës së Kosovës për ata që kërcënojnë, shantazhojnë dhe bëjnë nxisin pra në mosdrejtim fetar atë kështu me radhë. Nderuam kemi 12 kategorive të veteranëve të luftës së shoqërisë kombëtare të Kosovës. Do të thonë që ne kemi luftuar për me largu Serbinë dhe këta fetarët që janë lidhur me Beogradin. Dhe është një pjesë thotë ne kemi luftuar për vendin me i qetë, i pomërej me largu Serbinë, por jo dhe hoxhallar që i thonë disa. Këtë rast për çka keni luftuar? A keni minuar që do të ketë çësi probleme? Këto probleme të pas luftës, kërkush s'ka qenë gjendje ti imagjinoj. Jo vetëm këto, po dhe degradimet, degenerimet tjera, aspekti familjar, aspekti shtimit popullsisë, çështja arsimit, çështja shëndetësisë. Se po më shifën disa mas emblemës së QK-s që ne kemi luftuar për diçka tjetër, jo për leje. Është vetëm një kategori e veteranëve të cilët kanë luftuar për ta dëbu okupatorin serboslav nga trojet tona, për çlirim. On për juve puni që dikush si kategori pretendon një gjë të tillë. Jo. Ka shumë komandanta, ka shumë luftëtar që tash mos ta egzagjerojmë, por që dinë qëllimet publike. Mirë, si individ mund të kenë qëndrim, ka qëndrime anti-islame, fatkeqësisht ka islamofobi në Kosovë, me cilat prap organet do duhet më marrë. Ama jo si kategori e veteranëve. Mund të ketë individ dikush. Jo, janë të kategorisë, s'mund të flas. Por janë disa kategori, pra janë disa persona, nuk është një. Ne diçka, unë nuk di, nuk di as individ i cili dele thot unë krahas luftës kundër Serbisë e ku bën një luftë kundër muslimanëve. Por fakti se nuk kanë qenë muslimanët, muslimanët kanë qenë edhe ata që kanë praktikues, edhe ata që kanë ateista. Kanë qenë të gjithë të rrezikuar për millohut, s'ka pas rrezik tjetër këto. Këto themas kanë qenë, nuk kuptohet atë, por tash janë nëse dikush del dhe deklaron, ai thjesht është urrejt, në mënyrë më thjesht. Pse? Se kush imagjinu për këtë situatë që kemi sot. Në situatën që kemi qenë para lufte, ka qenë vetëm një armik i gjithë popullit shqiptar, pavarësisht bindjeve fetare, pavarësisht bindjeve politike, barabart kanë qenë të rrezikuar. Nuk ka vetë nomenklatura edhe aparatura serboslave, Milošit, Kasopi i Ballkanit, nuk ka vetë ai për çfarë shqiptari është, a është shqiptar musliman, a është shqiptar me mjekër, ka mjaftuar me qenë shqiptar. A është katolik, a pa mjekër, a çfarë vizioni mjekë, jo. Të gjithë kemi qenë të barabartësisht të rrezikuar ndaj pushtetit të Serbisë. Dhe kushdo që pretendon për atë ai thjesht të rrajnë se si kanë këto probleme, ta sajkua. Por ndryshe, këto janë edhe këto qasje, këto pikpamje, janë edhe kundër vlerave demokratike, perëndimore, në të cilat ne pretendojmë si shtet. Unë kam pas rastin nga përvoja ime si ish oficeri trupave mbrojtje të Kosovës, kam qenë në trajnime në Francë, në Amerikë. Në të dyja të rastet vlen të përmendit të aspekti fetar, ta zëm në Amerikë, kam qenë në Universitetin e Indianës, në qytetin Bloomington, shteti Indianës, Indiana University quhet, ditën e premte, në kohët gjumos, ka qenë horari me folë gjumon, për ato që i folet dhe për ato që i s'folet. Në anën tjetër në Francë, në Montpellier, një shkollë ushtarake, ka qenë Ramazan, në kanë përgatitur së fyrin. Të dyja rastet kanë ndodhur gjatë vitit 2001. Tash kush janë këta? Këta janë këta çka nxjerrin vëner kundër muslimanëve, janë të nxitur nga kisha serbe dhe popat serb, dhe nga nomenklatura serbe, nga trinumi kisha, shërbimi sekret, akademia serbe. Kjo është kuzhina në cilën gatuhen kjo përqarje. Për ndryshe shqiptarët, për përsëritmi, bota e din harmonin që kemi. Prisni ndryshim të qasjes së shoqërisë kosovare, edhe në komente, edhe në përgjithësi. Pra nëse mu së më përqen një politikan, pse duhet me shoh ata unë, ose pse duhet me kërcënu kushtimisht? Na e themi edhe më herët, shumë sene ka që s'na pëlqej, po s'është e juni të mirë, me dhe nelem. Derisa në këtë nivel kanë mrri edhe kërcënime sene, do duhi shteti, organet e rendit prapë përmendmi, për faktin se qytetarët, kur e shohin se nuk ka heshtje, prokuroria, eksperti me siguri ka thonë, prokurori
prej detyrës zyrtare ex officio që quhet, do të më marr me rast, ka nevojë me bë pa di që me bëjnë avokatët vullnet mirë. Jo, prokuroria prej detyrës zyrtare obligim e ka. Pra së këndejme një ide edhe për avokatët që mirën, do një padi ndaj prokurorëve që janë kujdestarë në atë kohë dhe nuk do të marrin diçka. Kjo është një prej mënyra munol kjo degradim, por ndryshe ne si qytetarë kemi qenë gjithëherë tolerant, po edhe tolerimi ka kufinën e vet. Po ndryshe ne si medium kemi kontaktuar prokurorinë e Kosovës që na kanë thënë na dërgoj mail, kemi dërgu por s'na kanë kthyr domosdoshmë asnjë përgjigje për këtë çështje. Atëherë faleminderit shumë të kthejnë përgjigje. Shpresoj, faleminderit shumë nga ana juaj që ishte pjesë e këtij emisioni. Faleminderit, ishte nderë të jem musafir në emisionin e ju. Faleminderit. Ndërkaq të nderuar miq, ne këtu përmbyllim këtë emision, por së bashku ndjekmi edhe pra një intervistë me Fatmir Çollakun, ekspert sigurisë. Takohemi nesër, atëherë më mbeq. Kushdo që mendon se ajo që shkruan në rrjetet sociale mbetet thjesht një koment, e ka shumë gabim. Një mesazh i nisur nga mlefi, ose siç ndodhi në shumë komente pas vrasjes së Hoxhës në Dragash, mund t'ju kushtoj shtrenjtë, nga xhoba të majme e deri në burgim. Kështu mund të ndodh edhe atyre që kërcënuan mbi bazë etnike e fetare edhe Hoxhën Shevqet Krasniqi. Kalohet në nxitje të rrjetës dhe në kërcënime këto dy të fundit që janë vepra penale. Për këtë arsye edhe kalon në terrenin penal kjo çështje dhe natyrisht që meriton edhe të heq vëmendje, do duhet të heq vëmendjen organeve të hetuesisë dhe me pastaj të përfundohet sipas ligjit deri në gjykatë. Sepse nëse dikush përhap urrëtie, nxit urrëtie dhe përhap urrëtie është vepër penale. Duhet mirë institucionet e ndjekjes penale dhe drejtësisë përgjithësi me të. Nëse dikush kërcënon dikën dhe kërcënimi është real në kuptimin që shkakton frikë te personi, te viktima, pa me dyshje që prapë me ligj specifikuar si vepër penale dhe do duhet të denoncohen të raste dhe të mirët natyrisht prokuroria dhe më pas përfundojnë në gjykatë. Sipas tij, tek shqiptarët kjo dukuri nuk ka qenë praktik asnjëherë, por duket se është përmbysur sistemi i vlerave. Që do thotë shumë çka ka devijuar dhe ky devijim po manifestohet pikërisht me këtë konfuzitetin aksiologjik ose vleror, në ato vlera që tradicionale dhe vlera tjera të cilat e kemi kultivuar gjenerata më herët dhe të cilat bën pjesë në kulturën tonë edhe nacionale dhe kulturën tonë publike. Kjo kulturë publike dhe nacionale fatkeqësisht është shtruar dukshëm pikërisht duke ardhur në shprehje më shumë anksioziteti dhe agresiviteti i njerëzve në denigrim të personave të caktuar, denigrim të komuniteteve apo kategorive sociale dhe këtë kjo në esencë është një dukuri negative, shqetësuese, e cila do një trajtesë ose një qasje dhe tretman edhe institucional. Madje disa kanë shkuar edhe më larg duke ju gëzuar edhe vdekjes së tjetrit, siç ishte rasti me imamin e Dragashit. Jo, kjo është e skajshme, kjo është e patolerueshme, kjo nuk ka të bëjë as me kulturën tonë shqiptare, as nuk ka të bëjë me etikën fare, as nuk ka të bëjë me traditën tonë, që është një traditë pozitive, sepse pikërisht i rëni, pra i vdekuri meriton dhe ka meritu dhe gjithmonë ka pas një kujdes të madh në opinionit publik, familjarëve, të farefisit, po opinionit gjë dhe personave që nuk janë më ose në momenti i kalimit në botën tjetër, për ata s'është folë, s'është gjyku, s'është kritiku. Kjo ka qenë edhe kultura jonja, ka qenë traditë jonja. Tani kjo është këto veprime pra që thoni ju që edhe ligëzohen vdekjes së dikujt ose gjykojnë në mënyrë kritike pas vdekjes dikën, të janë për mua të skajshme, domethënë anomali kulturologjike, anomali sociologjike dhe të cilat duhet të kalohen, sepse me vërtet jo vetëm është mëkat, po është mungesë qytetërimi, mungesë kulture, mungesë morali, sepse të rënët kanë statusin e vetë dhe ne të tjerët që jemi këndej ende duhet të tregojmë kujdes dhe respekt, vetë përmbajtje, durim, farë të qofshin që kanë bërë ata se kanë qenë gjallë. Pra kjo pjesë për mua është neveritës për ata të cilët kritikojnë ose shkojnë diçka shpërgjigje në etiketime për ata që janë më. Deklaratat për eliminimin e djegjes ndaj muslimanëve janë kërcënime serioze. Për këtë, kodi penal parasheh edhe dënime serioze. Por a mund të iniciohet nga vetë prokuroria ndjekja e këtyre komentuesve? Ky institucion nuk ka dhënë përgjigje.
Megjithatë, praktika ka treguar se gjykata ka qenë efektive në rastet kur janë kërcënuar figurat publike. Nga praktika deri tanishme disa raste të personave konkret ku janë kërcënu disa edhe gazetarë dhe figura publike, kemi qenë dëshmitar ku në fund ata persona pra kanë kërku falje, janë pendu për veprën që kanë bërë, kanë lu gjykatësin, gjyqtarin kanë lu gjykatën që të ketë mëshirë për ta, që do të thotë menjëherë kemi një ndryshim të madh rrënësor të qasjes, sepse përballen me pasojën cilin vetë ata kanë shkaktu. Kush janë ekspertët që